qumë Alkend Pozhegu, kam lind dhe jetoj dhe punoj në qytetin e Gjakovës, Kosovë, mosha është 50 vjeçare. Në profesionin gastronom, ndërsa dhuntie kam mozaike me drithra. Kjo ka rrjedh rreth artit të frutave. Kam marrë një ushqim nga miki imi, që nëse realizoj këtë ide rreth artit me fruta, tentoj për një rekord Guinnessit. Fatkeqësisht nuk kam pas mundësi të certifikona. Një ditë në pazar, jam dalë, kam pa thesën e kallamoqit, dhe aty më ka njënd ideja që me kokrat e kallamoqit të realizoj një mozaik. Arti me drithra është një specifik, sepse ku kam fillu, ka qenë tentoj për një rekord Guinnessit në vitin 2014. Interesimi i njerëzve ka qenë jashtëzakonisht i madh. Në media ndërkombëtare, si nga shteti i Kosovës dhe me gjërë. E veçanta e kësaj është sepse kokrat të gjitha janë natyrale dhe ka qenë një provë jashtëzakonisht e madhe për mua, ku t'i siguroj ku t'i gjej. Gradualisht në kohën jam munduar në shtete të ndryshme. Në atë kohë ishte dy yjet e futbollit botror të famshëm, Ronaldo dhe Messi. Fansi Ronaldos, mirë po talenti i Messit është i padiskutueshëm, është një fenomen në veti. Jam mundu ta bëj një kombinim rreth sportit dhe ta shfaqej një mozaik. Mirë po nuk kam ditë të filloj çfarë kokra të përdori, çfarë ngjyra, kam punuar disa ditë në shtëpi. Kështu e marrë në përfundim të realizoj një mozaik. Në qendër të topi që luhet në Ligën e Kampionëve me yje, ona është tjetë e një Messit dhe poshtë Barcelona. Ndërsa këtë onën tjetër, kam shfaqur një Ronaldos edhe poshtë Real Madridit. Kur kam realizuar në vitin 2019 mozaikun për rekord Guinnessit të presidentit Donald Trump, nuk kam pas financim nga askush, vetë financuesim kom. Kur fillova mozaikin mi realizu, e disha që nuk kam drithat mjaftueshëm. Mirë po, thjesht mundova ta shoh vetveten apo mund mi realizuar, dhe pse e kisha një plan rezervë dhe isha i përgatitur që dhe mund të dështoj. E kemi përfunduar ndoshta gjallë deri në 65% mozaikun dhe me të padritha dhe për fund brendoni në kina kallamoq grën, tash u pendon ishte edhe shfati, ishim 13 dhe miloti. Tash s'kam financim edhe dhe që tu pas kem pas edhe nuk kam zgjidhje tjetër. Edhe ish muaj i Ramazanit. Po thuaj gjithë pjesën e mëndrithave kisha marrë në Huazin, që më duke ta pastroj edhe një pjesë ta kthej. Jo, tha, duhet mi bo një zgjidhje patjetër se i mjalti këtu edhe duhet mi përfundu. Por që mi bo zgjidhje, thash kur s'kemi financim. Unë duhet ta falenderoj përzemërsisht pronarin e drithave. Kur morra në telefonin më tha po, Alkend, pa problem. Jo një po tha dhe sa, dush ta pa problem, vetëm lejmo tha ta kryj. Me të vërtet kishte një moment jashtëzakonisht i veçantë në jetën time që s'dua ta harroj, sepse e sfidova unë vetveten me një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, që ishte edhe një tentim për rekord Guinnessit, po edhe një personalitet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo certifikata e parë, të cilën certifikuar në vitin 2014, ka qenë mozaiku i 2 lojtarëve. Ndërsa kjo certifikata e dytë, një mozaik që kam kushtuar Rita Orës, dhe për mua ka qenë ndjenjë kënaqësi e veçantë, sepse Rita është një kosovare dhe paktën ka pas mundësi dhe ta respektoj dhe ta vlerësoj si shqiptare nga Kosova. Ndërsa kjo është certifikata e tretë, të cilin është certifikuar në vitin 2019 për treti presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Kur filloj ta punoj një mozaik, e ndjej mbrana vetes se çka do të shfaqej. Mundona të punoj me veten gjatë të kohës, të jem sa më i qetë dhe i koncentruar. Durimin e kam në vetvete deri në momentin final kur ta realizoj një mozaik. Kur i vrej komentet, kur i vrej mjedhat, kur i vrej suksesin, për mua nuk është vetëm ai sukses, një po për mua është ndjenja edhe si qytet i Gjakovës, i Kosovës, që pak të kam mundësinë ta prezantoj edhe jashtë shtetit tim.
mundonja gjatë kohës çdo detaj të realizoj, çdo kohër të jetë në ngjyrë natyrale dhe secila pamje që më kërkon kohën mundonja t'ja përshtati me ato mundësi që mund të siguroj. Gjeneratat e reja të mos dorëzohen asnjëherë, sepse suksesi do i vjen, mirë po gjatë të kohës duhet të punosh. Me punë dhe me angazhim i arrin të gjitha. Ka raste që keq kuptohet, pse drithat pi shpërndanin tokë mund të shkelen. Kryen ato procedurat e punës, pastrohet edhe apet shfrytëzohet një pjesë kthehet në treg, një pjesë i dërgoj për gjallësat e ndryshme. Qaja shka është? Kjo? Po. Pasulic. Pasuli vogël. Jo mes mi qiton këta? Jo, veç do këqoj dhe shka është. Pasuli vogël. Po. Tash apet do këtë. Bukur shumë. Dhe Bukur si shumë. vjetë është ndryshe. Tash gati ju kryqe shka ma zëshme, tash ka daldale vjetë të ja forma dhe Dur të lumshin. goja të lumë ty. Shropit të rënafileve. Profesioni jam, ka ma herë. Është me sheqer. Pa sheqer të humba. Nxet. Nxetë është, nxetë është. Nxetë. Vesh mena e flatë. Po jo, mama mirë, mashallah, mirë është. Sot i marrë qëta sy pak se qëtu pak puna ma vështira. E mas nej shkon ma letë shkon. Shumë pyetje mua është bo, pse s'pi bën veten, e thash ta provoj herë, ta këqyrë që shumë i bo veten. Skica mas pari u kon, pak problem disa të finalizohen vijet, e mas e du të me janis ka daldale mi plotësu. Po, suksesi ma i madhe është ma i miri kur t'ja nisë ma marrë formë edhe është punën gradualisht ka e ka krijon. Bëjmë në riz bebzën e synit, bebzën e barë. Pjesa ma delikate që kjo gati e punës. Si të kryet syni, mdoka që marohet krejt. Ditën e zgjedhën në Amerikë, që u zgjedh presidenti Biden, me planifikova të realizoj një mozaik dhe me përmtoj një agjensi franceze ta përvjet pa ta parcele. Një pjesë materialet e kisha, ishte ko pandemie, ko krize financiare, uriz nuk kisha. Gjithsej i kisha 22 euro, një pjesë të hollave gjatë shërbim ditës për ushqim apo një kafe, edhe thash ta realizoj. Ku shkova në marketin mëngjes, pi marrë orizin, pi shoh çmimin, dallimi i çmimit kënë kacë ndryshe me çmimin real, edhe i thash e lash e në orë. Dhe shkova ta realizoj mozaikun. Fillova ta punoj, një pjesë mozaikit e bona, ku ardh puna për një përfundu mozaikun që mu duke t'i realizoj flok në oriz, meta. Me një moment një ide thash për shkojnë market që të ofër ta përvoj herë. Për fat e gjeta horizin me një shpim me të lirë, e morra dhe realizova në përfundim. Pasi përfundova mozaikun, është postu, po thuja në çdo media botnore, CNN, BBC-ja dhe Guardian, në shumë shtete në Evropë, Angli, Gjermani, Zvicër, Turqi, në Kinë, një ndi që është postu. Mirë po të nesëmit, përsho se një djali mohallës që ka jetu në lagjën time, jeton në Londër dhe kish postu një postim të New York Timesit, fotografin time të Joe Bidenit, edhe ish përzgjedh fotografia e ditës në New York Times. E pash për që di, e njala telefonin në dheza dhe ja, thash ajo mirë ajo. Edhe për thirin ndërkoj, thash mentor që shtu që po marrë tha ma qenë, tha një shok jemi, jetojnë në Amerikë, ma qep fotografinë dhe postova. Në fakt, prap nuk e besova vetë vetën që kjo ka ndodhur. E pa përshkrueshme momentin, ndjeva emocionalisht ca momente dhe nisën më pullu nga vetvetja. Nuk mund ta besoja. Më të vërtet ka qenë një ndjesi jashtëzakonisht e madhe që unë nuk do ta harroj atë moment.
nga asgjë, po krijohet diçka e gjallë me kokrat e drifrit. Po unë besoj që do t'i vje koha të vlerësohet edhe ndërkombëtarisht. Një artist i të ri kisha jap një këshill që të punon kur të mos zëzohet. Suksesi do të jetë i garantueshëm me kohën. Unë nuk o kam provu që në moshën më të hershme. Kur nuk e kam jap vetvetes një mundësi ta shfrytëzoj. Mirë po jeta ishte shumë e çuditshme në disa raste, derisa të vje koha ta shfrytëzoj. Po si trashëgim në mendoj që të vjen mundësia dhe ta shpalosi me nxënësa të ndryshëm. Ti prezantoj, ti fqyj talentat në varësisht kush ka talent, dhe të nxjerri nga mosha feminore që brez pas brezin të trashëgohet, në varësisht çfarë talenti ka. Shumë bukur, a ka vjen tamam ardha jote? To qerja tamam. Shumë. Ja, ta shukryje, marrë o krytash. Bukë që s'ka metër, veç të busë që duesh Po, të busë të dhonë tash, ndreq, afro e shpet me ashtë. u kry. Veç të veshi që të repin apësh, Po që të ndreq edhe pak e që të gjim, po. Po, knejne, që knejne. Tash ndreq e repin edhe gjim e plecaj. Pritjet ka qenë shtysia kryesore në jetën time. Në bazën, temelin, gjithë këtë sukses që kam arrit, dua t'i falenderoj prindit e mi. Sepse këtë vëndtije trashëgoj nga ana familjes, ka baba i babës, baba Ismail Ndje, që ka punu artizanat, nëna eme që ka punu gjatë tërë jetës me artizanat. Dhe fatmirësisht tash unë e trashëgoj pjesën e zanatit nga ana familjes. Mama ka është marrë me punim dorës me jeleka, gjatë tërë jetës ka punu. Baba i babës, gjyshin baba Ismail që ka punu me samar. Buk, shkojnë, hajnë, buk. Po të që edhe kë. Po, ha. S'kokaj, qëra atje, mi qitë kosi. Sara me pletë vërdhive. Valla, e këndë unë si dutri. A njësat mund është hajë? Bëf mirë. Faleminderit. Hale shala në koma. Inshallah. Inshallah. Pas sakrificës e një jetë, besoj edhe rezultat suksesi nuk ka. Duhesh të lënë diçka, duhesh me lënë diçka onash, po më realizu diçka më arrit e një. Për Alkendin kom qef me pas suksese gjithkund, se gjithmonë ka qenë i mundi. I gjithanshëm është. Shtyta kryesore jetës time ka qenë nëna. Falenderoj jashtëzakonisht shumë. Falenderoj Zotit që kam pas patën një. Kur ta kryj një vepër, për mua një gëzim dhe shlirim. Mirë po, pas përfundimit e di që ka më marrë edhe me diçka tjetër. Për një farë dy, për ta hup detajin se doko që ki marru, po në përfundim kur t'lidhet njone me tjetrën, e shë gabimin është ako ki bo dikone, po do të mi përmisu. Po qëtu ke detaj, te vija synit, ke matrash. Edhe kur pash në fotografia vrejta se syni është ma i mbyllt, pi kokra zez, edhe ja heka 2 kokra zeza qëtu. Rrëth vijes që sajnë qëtu për mi. Prave e përfundova mozaikin, po shpresoj t'ja kam qellu vetes deri në detaj, këtu kanë qenë rreth moshën 20 vjeçare. Bëhet dallimi i njeriut para kohës dhe në kohën e tashme. Procesi i jetës, procesi i pandalshëm, duhet pajtohem me jetën. Vazhdojmë punojmë, mos dorëzohem. O kry. Mashallah. 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 Ja, u marrë përfundoj. Ej, sa bukur. Ja, kryma në fund. Dur të lëmshi. Dhe se erë tamam pamja qerja.
Ta banë original. Ta më që shke fotografia. Qysh është Alkendi, shumë. Dur t'i lumshin. Inshallah ka fatë. Trashëginia e imja do tjetë besoj certifikatat e rekordit Dinisit. Për mu jenë t'i shka pa ndërrunin do njëherë në jetë. Mirë të boftë. Pak muzikë për Ati va? Ati.